Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ja ku jemi përsëri sot në podcastin e Lirisë në Okulte, ku tjetër, për të vazhduar temën që kemi lënë gjatë javës së kaluar, ku kemi folur për ndërhyrjen e masonerisë në shtëpinë e bardhë nëpërmjet presidentëve të saj. E kemi lënë ke presidenti 15 që është James Buchanan. Por para se të fillojmë të flasim për lidhjet e presidentëve që vinë mbas presidentit 15 deri presidentin e 45, dëshiroj të kujtoj dhe një herë që ta ngrini gishtin me atë mundimin e madh dhe ta bëni subscribe, atje ku thot subscribe ose abonohu ata që e kanë shqip YouTube-in. Dua të kujtoj që ne kemi dhe një gazetë online e cila mund të kërkohet në Google me emrin okult.org, ku ne edhim shumë lajme interesante, njëkohësisht japim edhe disa reklamime të sponsorave tanë, të cilat vazhdimisht dalin dhe këtu në podcast në krahun tonë. Ne kemi dhe një numër telefonin përmjet cilit ju mund të vazhdoni të na shkruani në WhatsApp, vetëm në WhatsApp me mesazhe se ne nuk ju përgjigjemi. E di që shumë veta kanë marrë në telefon, por ne nuk kemi mundësi të përgjigjemi sepse e kemi lënë këtë rregull vetëm me mesazh në WhatsApp dhe do t'ju përgjigjemi vetëm atyre që e shohim të arsyeshme dhe jo çdo njeriu që shkruan bla 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 dhe gjëra kot. Njëkohësisht duam t'ju themi që emisionet tona mund shikohen dhe të titruara në një lloj gjuhë që mund të dëshironi, pasi YouTube e lejon tashmë këtë mundësi e ka krijuar. Mirë, vazhdojmë siç e thamë me presidentin e 15 që është James Buchanan. Vazhdimisht shikoj nga monitori i ekranit tonë sepse dua të shikoj fotot që i kam dhe në regjisë dhe ka ca naive që shkruajnë ore cako çfarë shikon ti atje. Ufot shikoj që më orientojnë dhe më komandojnë. Mirë, vazhdojnë. James Buchanan ka qenë një mason i konfirmuar, regjia sapo na e dha foton. Është iniciuar në 11 dhjetor 1816 në lozhën numër 43 dhe u bë mjeshtër i nderuar i kësaj lozhe. Në vitin 1824 ai u emërua zëvendës mjeshtër i madh i distriktit për qarqet e Lancaster, Labanon dhe Yorkut. Ai zgjodhi zëvendës president masonin tjetër të konfirmuar John Breckinridge dhe u bashkua me, ja ku e kini, në foto zëvendës presidentin dhe u bashkua me Këshillin e Ri Suprem të riteve skoceze të Albert Piquet në vitin 1859. Gjithashtu me ekipin e tij si sekretari thesarit Shërbas u bashkua Howell Kopp, i cili ka qenë në Këshillin Suprem të Albert Piquet qysh në vitin 1860. Albert Piquet ka qenë në distriktin e jugut të Shteteve të Bashkuara të masonerisë. Mirë, vazhdojmë me presidentin e 16 që është administrata e të mirënjohur, ishte foton regjia, ja ku kini Abraham Lincolnin, i cili u vra pasi nuk lejoi planin e bankierëve për të ndarë SBA-ja në veri dhe në jug për ta kontrolluar pasaj bankierët më lehtë dhe për të shkaktuar sa herë që ata dëshironin luftra mes Amerikës së Veriut, ku do ishin 2 shtete, Kanadaja dhe Amerika e Veriut e SBA-s dhe Meksika dhe Amerika e Jugut poshtë. Abraham Lincoln në fakt nuk i ka përkitur asnjë shoqërie sekrete, prandaj dhe ai ishte i pavarur në veprimet e tij dhe veproi në interes dhe në funksion të demokracisë ose dëshirës së shumicës së njerëzve për ta mbajtur Amerikën të Bashkuar dhe të shkëputur nga influenca e City of London ose e qytetit financiar të Londrës, ku bëhen gjithë politikat botërore financiare, siç do të flasim në një emision tjetër. Zëvendës president, ky ka pasur Andrew Johnson, i cili në fakt ka qenë mason. Një muaj pas rizgjedhjes së Lincolnit dhe vrasjes së tij, Andrew Johnson u bë presidenti 17 i Shteteve të Bashkuara. Pra,
kemi një president jo mason I cili vritet dhe u mbet favorin e të qenit president duke u emëruar nga populli dhe pasaj vjen një president mason në detyrë dhe personi që vravi Abraham Lincolnin dihet që ishte John Wilkes Booth në vitin 1865 dhe ky ishte një mason I gradës 33 ja ku e kini dhe ai simboli dorës së fshet që mbahet zakonisht në atë pozicion të gjitha fotot e politikanëve në botë që mbajnë dorën duke përfshirë dhe Stalinin janë njerëz që japin mesazhe për vllazëritë sekrete. Vazhdojmë me administrimin ndër presidentin Andrew Johnson, I cili zvendësoi, siç u thash, Abraham Lincolnin, mason I konfirmuar I iniciuar në 5 maj 1851 në lozhën numër 119 në Greenville. Në prill të vitit 1866, pra I bie afërsisht një vit pas vrasjes së Abraham Lincolnit, Këshilli I lartë I Albert Pikes u mblos me kostume të rregullta brenda shtëpisë së bardhë të thirrur nga Andrew Johnson, I cili I dha falje Pikes për rolin e tij në vrasjen e Abraham Lincolnit. Në vitin 1866, Nathan Bedford Forrest, ose magjistari parë perandorak, ju afrua udhëheqësit të defit perandorisë së padukshme që zotëronte arkivat sekrete të Samuel Adamsit, organizatë që ekzistonte në emrin Bit e Lirisë. Foster pranoi të pranonte udhëheqjen e kësaj organizate, por preferoi një emër tjetër që e quajti Treket ose Ku Klux Klan, e cila në fakt është kontrolluar nga masonët që nga krijimi I saj dhe është zvendësuesja e organizatës Bit e Lirisë dhe është në aparencë një organizatë raciste e cila përpiqet të mbrojë fuqinë e racës së bardhë. Ju lutem fotot e tjera të Albert Pikes, që ju kam dhënë ja ku është Albert Pike, mason grada 33, mjeshtër I madh jurisdiksionit të jugut të Shteteve të Bashkuara dhe duket numri I tij 33 dhe duket që mban një shqiponjë me 2 koka si ajo që disa nga vendet e Ballkanit përfshirë dhe Shqipërinë e kemi në flamur. Kjo tregon që flamujt tanë të vendeve që dolën të pavarura nga perandoria turke mund të kenë qenë në ndikimin masonik, jo rastësisht flamuri me 2 koka që është simbol dhe mbahet nga mjeshtrit e mëdhenj të masonerisë, mund të jetë arsyeja se përse këto vende kanë si simbol në flamur shqipojnë. Mirë, vazhdojmë me administrimin e Ulysses Grantit, që është presidenti 18 I Shteteve të Bashkuara. Ulysses Grant nuk I ka përkitur asnjë shoqërie sekrete, ja ky është Ulysses Grant. Ky ka pasur një këshilltar kyç që ishte Jonas Mills Bundy, që ka qenë dhe këshilltar I presidentit, domethënë ka qenë këshilltar I presidentit Ulysses Grant, por edhe I presidentit Garfield dhe presidentit Arthur Chester. Charles Russell, I cili ndodhet në një foto tjetër që është më poshtë, Charles Taze Russell, ja ky është Charles Taze Russell, kurse fotoja që ishte më përpara ishte Ulysses Grant. Ky ka qenë themelues I shoqatës ndërkombëtare studentëve të Biblës, pararendësi I shoqërisë së Biblës dhe traktateve Watchtower të njohur si dëshmitarët e Jehovait, dhe ky ishte një mason dhe kalorës templar I ritit të Yorkut, I cili është një rit me 11 gradë në ndryshim nga riti skocez që është me 13 gradë. Riti I Yorkut sigurisht është rit më I vjetër dhe ka funksionuar në Angli qysh
në shekullin e 11 ku drejtues të shtetit britanik që nga mbreti dhe vllai i tij kanë qenë mason të rritit të Yorkut. Charles Russell është i konfirmuar si mason dhe zotëronte dhe një varez. Satanistët kryesor përpiqen të zotërojnë vareza për të fshehur aty sakrificat, për të pasur fuqi shpirtërore nga të vdekurit siç mendojnë ata, dhe nga nevoja që ata kanë për kafkat dhe për dorën e majtë gjatë ceremonive. Vazhdojmë me presidentin e 19, i cili është Rutherford Hayes. Rutherford Hayes në fakt nuk i ka përkitur asnjë shoqërie sekrete, por ai ka pasur mason të konfirmuar, John Marshall Harlan, që ka qenë gjyqtar i asociuar i gjykatës së lartë, dhe gjithashtu William Burnham Woods, që ka qenë një mason i konfirmuar dhe antar gjyqtar i asociuar i gjykatës së lartë. Për disa dekada në fillim të shekullit të 19, John Marshall, pra masoni që ishte antar i gjykatës së lartë, ishte kryetari i gjykatës supreme të SBA-s në Chicago, kishte një shkollë juridike që është edhe sot mban emrin e tij, pra John Marshall. Establishmenti politik sekret në Shtetet e Bashkuara e portretizon atë në mënyrë jo të vërtet, por e quan sikur është një shtyllë e madhe nderi. Megjithatë, një libër i dokumentuar mirë tregon për korrupsionin masiv që kishte kapur kryetarin e gjykatës Marshall, duke përfshirë disa grabitje të mëdha të tokave që kanë bërë të afërmit e tij gjatë kohës që ai ishte në detyrë, dhe ka pasur dhe një padipërtat të cilën kryetari i gjykatës e mbuloi në gjykatën e tij të lartë dhe nuk lejoi që kundërshtarët e familjarëve të tij të fitonin procesin gjyqësor. Ju kam dhënë dhe një foto regjia të John Marshallit, i cili duket që është me një dorë të futur si mason në xhaketa. Mirë, vazhdojmë me numrin 20 të presidencës të Shtetet e Bashkuara, që ka qenë James Garfield, që u përmenda dhe një çik më përpara. James Garfield ka qenë mason i konfirmuar dhe është iniciuar me 16 nëntor 1861 në lozhën Magnolia numër 20, dhe Garfield diq ndërsa ishte në detyrë më 19 shtator 1881, pasi u qellua në një stacion e kurrëdor. Ai u vra për një çështje monetare dhe po i rezistonte planeve bankare të Illuminatit. Ishte republikan dhe radikal, kështu që ata e hoqën qafe të vetët, siç thuhet nga teoritë e konspiracionit. Ka një libër të autorit Burke McCarthy, që quhet E vërteta rreth vrasjes së Lincolnit, ku përmendet McKinley dhe Garfieldi si viktima të tjera përveç Lincolnit të Illuminatit. Nëse vrasja e Lincolnit do ishte zgjidhur, këto vrasjet e tjera nuk do të kishin ndodhur kurrë. Çështja tjetër e rëndësishme është se Garfieldi ishte mason, pra ta i vrasin dhe masonët e tyre kur të duan, ashtu siç vranë dy masonët që nuk i dëgjonin shqiptar, Ismail Qemalin dhe Esat Pash Toptanin, ku dihet që janë vrarë sepse Ismail Qemali u përpoq të zgjidhte çështjen e sundimtarit Shqipërisë me familjen Osmane, në një kohë që Illuminati e kishte dënuar familjen Osmane, familja Rothschild e kishte dënuar si një familje kundërshtare të qëllimeve të tyre, dhe Ismail Qemali, i cili bazohej ke familja Osmane për të saktuar atë sundimtarin nga princit Osman, por dhe për disa çështje të tjera, ata e hoqën nga detyra dhe më pas e elmuan. Kurse në vitin 1919, mos gaboj, kurse Esat Pashën e vranë një vit më vonë, të dy ishin mason. Esati ishte mason i lozhave të Selanikut dhe kishte dhënë kontribut në përmbysjen e dinastisë Osmane, sidomos të atij që quhej
sultani i vërtet i fundit, pavarësisht se kështu mund të mos jetë i fundit, mund të jetë i parafundit, që ishte Sultan Abdulhamiti, ose siç e quanin kundërshtarët e tij, sultani i kuq, gjoja që kishte shkaktuar derdhjen e shumë gjakut të shumtë në perandori. Vazhdojmë me administrimin e Shtetet Bashkuara nga Arthur Chester, ose Chester Arthur. Ky nuk i ka përkitur, ja ku e keni në foto, asnjë shoqërie sekrete ka pasur si mason të konfirmuar, një gjyqtar të asociuar gjykatës së lartë që quheshe Samuel Bletchford. Gjithashtu këshilltar kyç, siç e u thash edhe më përpara, që vinte që nga presidenti Julius S. Grant, ka qenë Jonas Mills Bandi, edhe i Chester Arthurit, dhe i presidentit Garfield, dhe ishte gjithashtu themeluesi dhe kryeredaktori i gazetës New York Evening Mail, dhe ishte mik i ngushtë i presidentit Garfield, i diplomuar në drejtësi në Harvard. Vazhdojmë me një foto tjetër në gazetën New York Mainland Express, që është fotoja e Bandit, siç e u thash, New York Mail and Express, ja ku e keni të shënuar dhe poshtë dhe lart. Vazhdojmë me numrin 22 me administrimin e presidentit Grover Cleveland, që në këtë foton këtu është i dyti poshtë nga ana e majt, dhe ka qenë një kukull i Illuminatit, duket ai shëndoshi me mustaqe. William Collins Whitney, i dyti sipër nga e majta, përsëri dhe ai ishte thjesht vetëm me mustaqe, ishte fuqia pas presidentit Cleveland, i cili në fakt ishte thjesht kukulla e satanikut Collins, William Collins Whitney. Dihet që familja Collins është familja Colombo, ose pasardhësit e familjes Cristoforo Colombi, që ishte një familje gjenoveze nga rrjedhë dhe një gjyshe e Edi Ramës, nga rrenjët e tyre, dhe ata kanë mbiemrin Colombos në Shkodër, Colombo. Dhe ku ka Colombo, ka Genova, nuk ka tjetër familje Colombo. William Collins drejtoi një grup kapitalistësh të fuqishëm dhe të rëndësishëm që quheshin grupi Whitney, që më pas ata krijuan fuqinë e Rockefellerëve. Në vitin 1886, Frederick August Bertoldi, skulptori i statues së lirisë në portin e New Yorkut, gjithashtu ishte një mason i konfirmuar. Pra, ai që bëri statuin e lirisë ishte një mason dhe quheshe Frederick August Berthold. I keni në foto të shënuara dhe me emra, kush të dojë mund të ndalë YouTube-in dhe t'i zmadhoj, t'i shikoj, dhe emrat për kuriozitet që të mos riun të zgjatem dhe t'i shpjegoj me ullësi. Benjamin Harrison ishte një president që nuk i përkiste asnjë shoqërie sekrete. Ishte presidenti i 23. Më 4 qershor, ja është në foto këtu, më 4 qershor 1889, Albert Piquet ju shkroi një letër këshillave supreme të Illuminatit, mjeshtri madh mason, bustin e të cilit e odhën gjatë vitit 2019 lëvizja e njerëzve me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara që quheshin Black Lives Matters, BLM, me atë akronimin në shqip BLM. Ai shkruante Albert Piquet, që ishte njeri shumë i fuqishëm dhe që kishte qenë general i jugut dhe u mund nga presidenti amerikan dhe Lincolni, dhe drejtonte një grup me indian të cilëve ju premtonte që do të fitoni lirinë nga të bardhët që sundojnë në Washington DC, por pasi
humbi luftën Jugu, separatistët e Jugut ose konfederata, aty u ngrit një bust i madh në Washington DC, por dhe në qytete të tjera, në Little Rock, dhe ishte një nga pustet që nuk prekeshe nga askush, dhe kush kish guxuar me lëvizjet antimasonike të cënonte bustin ose të qëllonte ose të ofendonte bustin Albert Pikes, përfundonte i vdekur, me përjashtim të ngjarjeve me BLM-n. Albert Pikeja në këtë letër që ju shkruante Këshillave Supreme të Iluminatit, shkruante: juve, instruktorëve të mëdhenj sovran të përgjithshëm, ju themi këtë që t'ja u përsërisni atë vëllezërve të shkallëve 32, 31 dhe 30. Feja jon masonike duhet të ruhet nga të gjithë ne të iniciuarit të shkallëve të larta në pastërtinë e doktrinës luciferiane. Nëse Luciferi nuk do të ishte Zot, a do të arrinte Adonai, që është Jezusi, kulmin të përhapte deklarata të reme dhe të dëmshme rreth tij? Po, thot, Luciferi është Zot. Vazhdojmë me presidentin e 24 që është Grover Cleveland në mandatin e tij të dytë, që ja u treguam aty në foto të ulur. I dyti majtas, ja ku e kemi tash në një foto tjetër më vete. Ai ka pasur në stafin e vet Adlai Stevenson, që ishte një masoni konfirmuar. McKinley fitoi garën presidenciale me mbështetje të madhe nga biznesi i madh, si Standard Oil i John Rockefellerit, i cili kontriboi me $250,000 për fushatën e tij që mundi Brianin dhe platformën e tij populiste. Kthimi në sistemin monetar të mandatuar nga kushtetuta dhe reforma e tarifave të larta të McKinleyt u kishte lejuar prodhuesve vendas të rrisnin çmimet e tyre në një nivel që përputej me çmimet më të larta të shkaktuara artificialisht nga këto mallratuaja, duke shkaktuar kështu një depresion të rëndë në ekonomi. Ne do të vazhdojmë me administrimin e atij që e përmendëm, që është William McKinley, i cili erdhi pas mandatit të dytë të Grover Clevelandit dhe që u mbështet nga dinastia Rockefeller, kompania më e madhe naftës në botë. William McKinley ishte një mason i konfirmuar, ja ku e kini aty në vllazërinë, në lozhë me ato veshjet simbolike. Është iniciuar në lozhën Hiram numër 21 me 1 maj 1865 dhe ka vdekur në detyrë më 14 shtator 1901 nga një lloj gangrene. U qellua në fakt në bark nga Leon Ksholgovsk në tempullin e muzikës në Buffalo, New York, më 6 shtator 1901. Atentatori Ksholgovsk ishte një polak. Në vitin 1901, kryedetektivi i New Yorkut, Togeri Josef Petrosino, e kishte paralajmëruar në fakt shërbimin sekret për një atentat të mundshëm të afërt kundër presidentit William McKinley. Petrosinoja, ose detektivi Togeri Petrosino, kishte mësuar për komplotin pasi kishte infiltruar agentët e tij në shtëpinë e vendbanimit në New York, tek rruga Henry Street, e cila ishte një vatër e nxehtë e fabianistëve britanik ose shoqërisë Fabian, dhe kishte një aktivitet të dukshëm ndërkombëtar anarkist. Shërbimi sekret në fakt i injoroi FBI paralajmërimet e tij dhe McKinley në fakt u vra disa muaj më vonë, duke i lënë agentit britanik dhe antarit të BNI Brith Teddy Roosevelt të merrte presidencën e shtëpisë së bardhë. Vazhdojmë me mandatin e 26 që ka qenë Theodore Roosevelt, i cili është një mason i konfirmuar dhe
Jakuekini dhe është iniciuar më 2 janar 1901 në lozhën Martin Koch, numër 806. Ky ka lëshuar një urdhër ekzekutiv në datën 17 tetor 1901, ku ndryshon emrin e selisë së qeverisë së Shtetit Bashkuara, që quhej rezidenca ekzekutive, duke i quajtur për herë të parë shtëpia e bardhë, ashtu siç bën edhe sot, siç quhet edhe sot. Theodore Roosevelt në fakt u caktua zëvendës president përpara se të vdiste presidenti McKinley. Statuja në Washington DC, që u thash në nder të themeluesit të klanit të Ku Klux Klanit, Albert Piquet, u përurua 39 ditë pas inaugurimit të Ted Rooseveltit, i cili e kishte idhull Albert Piquet dhe kontriboi në vendosjen e bustit të tij gjigant. Në dekadat e fundit të shekullit 19, financat e përqendruara te Britania fituan një supremaci me industrinë amerikane dhe politikberin e saj. Në sponsorizimin britanik, riti skocesi Albert Piquet, juridiksioni jugor, filloi të sundonte mbi pjesën më të madhe të masonerisë së lirë në botë. Më në fund, selia e saj u zhvendos nga Carolina e Jugut në Washington DC, dhe Theodore Roosevelt, që ishte një racist anglofil dhe mason i pasionuar, u bë presidenti i SBA-s më 14 shtator 1901 pas vrasjes me armë zjarrit të William McKinley, siç u shpjeguam pak më lart. Të nderuar shikues, politika amerikane ka ecur përmes shumë shqetësimeve dhe tallazeve dhe luftrave të pandërprera, sidomos mes nacionalistëve amerikanë dhe globalistëve me përfaqësuesit e tyre në administratën amerikane, që janë ata që quhen deep state dhe që komandohen nga interesat dhe nga doktrina e City of London, të cilët shkollohen në Britani, në Oxford kryesisht, dhe ndjekin politikat pro-britanike, dhe qëllimi i Britanisë ka qenë shkatërimi i identitetit dhe i pavarësisë së shtetit amerikan dhe rimarrja në kontroll e tij prej Britanisë dhe familjes perandorake Windsor ose ish Saxe-Coburg, ose familja e cila erdhi dhe zvendësoi dinastinë e Jamesit të dytë nëpërmjet vajzës së tij. Jamesi i dytë ka qenë 1688, ka qenë katolik dhe ka qenë katoliku i fundit që pati ndikim në Britani, dhe Mary, vajza e tij, ka qenë e martuar me William Orangein, i cili ishte një princ i dinastisë holandeze, por njëkohësisht kishte një lidhje gjaku dhe me dinastinë mbretërore Saxe-Coburg, dhe qysh në këtë kohë kisha anglikane protestante është ajo që ka dominuar mbi katolikët në Angli. Do të flasim për presidentin e 27, që është William Howard Taft. Taft ka qenë një mason i konfirmuar dhe antar i grupit sekret Skull and Bones. Jo, ky është Roosevelti, foton tjetër, ja, ky është William Taft. Ka qenë antar i Skull and Bones, që është shkolla sekrete e elitës së familjeve të Shteteve të Bashkuara, me qendër në Universitetin e Yale-it në shtetin e Connecticut-it. Ky është iniciuar më 18 shkurt 1909 dhe u bë në atë që quheshe trupi i lozhës Kilwinning ose Quail Winning numër 356. Gjyqtarët mason të asociuar në gjykatën e lartë, që kanë qenë mason të konfirmuar në kohën e Taftit, kanë qenë Willis van Devanter, Joseph Rucker Lamar dhe Mahlon Pitney. Familja e Taftit
daton që në vitin 1679 e vendosur në Massachusetts në Braintree. Kjo ka ndihmuar në themelimin e urdhrit Kafkë dhe Kocka dhe të paktën 8 antar të familjes Taft kanë qenë në pjesë e urdhrit. Pra, është një familje shumë e rëndësishme e Iluminatit të Shteteve të Bashkuara. Do flasim një çikë për presidentin Woodrow Wilson, presidentin e 28 që nuk I ka përkitur asnjë shoqërie sekrete, dihet që u vendos disa vite para luftës së dytë të parë botërore. Më falni, është këtu në krahun e majtë të, siç e shikojmë në foton, ky personi me syze, ndërsa personi tjetër ande është eminenca Grieti që quhej koloneli Edward House, I cili ishte pjesë e Edward Mandel, kolonel Edward Mandel House, I cili kontrollonte presidentin Wilson dhe në fakt është autori kryesor bashkë me grupin e tij të sapo krijuar që ishte pjesa dega e Chatham House-it të Londrës dhe që u quajt CFR, është një think tank në duke, por që është me një influencë shumë të madhe në Shtetet e Bashkuara dhe është pjesa kryesore, komponentja kryesore Deep State-it në Shtetet e Bashkuara dhe çdo personalitet I rëndësishëm që shkon në Amerikë ose përpara Trumpit ndodhte kjo, priteshe në bisedime me logon e CFR-s mbrapa dhe nga njerëzit e saj për bisedime përpara zyrtarëve amerikan. Është në pikë pyetje besnikëria ndaj kushtetutës së presidentit Wilson dhe 13 pikat që ka çuar Wilsoni në bisedimet e paqes në Paris mbas luftës së parë botërore në 1918-19, 20 në fakt janë pikat që I ka dhënë Council on Foreign Relations. Edward Mandel House ishte një agent I dyshes ose I treshes Rothschild, Warburg dhe kartelit Rockefeller. Dhe këta e bindën Wilsonin, presidentin Wilson, të nënshkruante aktin e rezervës federale ose për krijimin e Fedit, që është një ngjarje me pasoja të mëdha ndërkombëtare. Woodrow Wilson thuhet që ka thënë: unë pa dashje e kam shkatruar vendin tim. Ekziston një pushtet kaq I organizuar, kaq delikat, kaq I plot, kaq gjithëpërfshirës, sa që për mua është më mirë të mos flas me zë të lartë duke e dënuar atë. Ishte koha kur presidenti Wilson u pendua që kishte në diktatin e Iluminatit. Do të flasim një çik për presidentin e 29 dhe administrimin e Shtëpisë Bardhë nga Warren Harding, I cili në fakt është ka qenë një mason I konfirmuar dhe duket që është me një veshje masonike. Është iniciuar në 28 qershor 1901 në lozhën numër 70 në lozhën Marion dhe në gusht të vitit 1920 arriti diplomën e mjeshtrit të lartë të mason në këtë lozhë në Marion Lozhë. Në vitin 1922 Winston Churchill, që ishte kryeministër I Anglisë dhe një mason I konfirmuar dhe truit, I deklaroi London Press në vitin 1922 duke thënë që nga ditët e Spartacus Weishaupt, Karl Marxit, Trotskit, Bela Kunit, Rosa Luxemburgut dhe Emma Goldmanit, ky konspiracion botëror është rritur vazhdimisht. Ky konspiracion luajti një rol të dallueshëm në tragjedinë e revolucionit francez. Ky ka qenë burimi kryesor I çdo lëvizje subversive gjatë shekullit 19 dhe tani më në fund kjo bandë personalitetesh të jashtëzakonshme nga bota e krimit e qyteteve të mëdha të Evropës dhe Amerikës
e ka kapur popullin rus për flokësh dhe është bërë sundimtari pa diskutueshëm i asaj perandorie të madhe në lindje. Vazhdojmë me presidentin e 30 që është Calvin Coolidge. Ky nuk i ka përkitur, ja ku është foto e tij, asnjë shoqërie sekrete, ishte i lidhur me presidentët Harrison, Jefferson, Jackson, Truman dhe Lyndon Johnson. Council on Foreign Relations ose CFR-ja në fakt është një mbulesë e Institutit Mbretëror të Çështjeve Ndërkombëtare ose asaj që unë thash Chatham House, që ndodhet në Britani, kjo është në Shtetet e Bashkuara dhe kanë qëllim të rimarrin Shtetet e Bashkuara si një koloni britanike dhe më pas të bashkonin gjithë botën në kontrollin britanik, e cila është nën kontrollin dhe nën vendimet e asaj që quhet Organizata e Tryezës së Rumbullakut ose Round Table, që është një shtresë e jashtme e bërthamës kryesore të një institucioni sekret të quajtur rrethi i të iniciuarve i themeluar në vitin 1891 nga Cecil Rhodes. Rhodes është një antar i njohur i kultit satanik që ka ndihmuar në hapjen e rrugës për vendosjen e rendit të ri botëror ku bota do të kontrollohej nga Britania. Vazhdojmë me administrimin e Herbert Hooverit, që ka qenë antar i klubit Bohemian, një grup ultra ekskluziv dhe vetëm për meshkuj, dhe i ka përkitur çdo president republikan që nga Herbert Hooverin përveç Trumpit. Klubi Bohemian ose faltoria e bufit dhe liçeni është një liçen artificial në brendësi të Bohemy Grove, i përdorur për koncertet e mesditës dhe vendi i cili çdo të shtunë zhvillohet kremacioni i kujdesit, siç e quajnë këta, është vendi i bisedave Lakeside të përditshme në orën 12:30 të mbrëmjes, dhe këto biseda të rëndësishme jo formale janë mbajtur gjatë viteve nga artistë, profesor, astronaut, udhëheqës biznesi, zyrtar të kabinetit, drejtor të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, presidentë që priteshe të merrnin pozicionin e tyre në të ardhmen, por edhe ish president ata që ishin larguar nga detyra. Më poshtë keni një foto ku është Bohemian Grove. Është faltoria e bufit në liçenin Grove, ose në atë që quhet Bohemian Grove. Flasim tash për administratën e 32 të Franklin Delano Rooseveltit, i cili dihet që erdhi mbas krizës ekonomike dhe financiare të vitit 28-29 ose krizës në bursë. Franklin Roosevelt, ose si quhet ndryshe FDR-ja, e quajnë ndryshe me inicialet amerikanët, ka qenë një mason i konfirmuar, por dhe një kukull e Illuminatit, është iniciuar në lozhën Holland nr. 8 në 11 tetor të vitit 1911 dhe u bë mjeshtër i madh nderi i parë i urdhrit të Jacques de Molay më 13 prill 1934 në shtëpinë e parë. Jacques de Molay është vrarë nga Philippe le Bel dhe Papa në vitin 1000 në Mosgaboj në vitin 1313 dhe ka qenë drejtuesi i kalorsve templar. FDR-ja ka miratuar aktin jo kushtetues për ndihmën bankare dhe emergjente të vitit 1933 dhe urdhëroi përdorimin e vulës së madhe të SHBA-s me syrin The All Seeing Eye, me syrin gjithpamës, në anën e pasme të kartë monedhës së dollarit. Kishte 13 familje ose grupe që drejtonin planin e qeverisë
botërore dhe këto familje portretizohen si 13 shtresa të bloqeve të gjetura, por në bulën e çuditshme në anën e pas të kartë monedës prej $1 amerikan, por dhe të 13 shigjetave. Federat thuhet se dikur ka thënë, në politik asgjë nuk do të rastësisht, nëse ndodh mund të vësh bazë se ishte planifikuar në atë mënyrë. Shumë e bukur. Edhe njerë do t'ja u them, në politik asgjë nuk do të rastësisht, por nëse ndodh mund të vësh bazë se ishte planifikuar në atë mënyrë. Nelson Rockefeller ishte në fakt fuqia mbas presidentit Franklin Delano Roosevelti. Ky ishte antar i organizatës në fakt anti-amerikane, SFR, Council on Foreign Relations, ja ku kini më poshtë foton e Nelson Rockefellerit. Vazhdojmë me administrimin e presidentit të 33 që ka qenë Harry Truman, i cili ka qenë një mason i konfirmuar dhe antar i SFR-s ose Council on Foreign Relations. Ja ku e kini foton e Harry Trumanit. Është inicuar më 9 shkurt 1909 në lozhën Belton, numër 450. Në vitin 1940 u zgjodh si mjeshtrin i madh i 97 i masonëve të Misurit. Në vitin 1945 u bë inspektor i madh i përgjithshëm sovran i gradës 33 dhe antar nderi i Këshillit Suprem. U zgjodh mjeshtër i madh nderi dhe fitoi urdhrin Demolei. Si presidenti 33, ky mason i gradës 33 nisi epokën bërthamore, ose suksesin kurorzues të alkimisë, të cilën ishin përpjekur shumë njerëz që të realizonin nëpërmjet alkimisë shndrimin e energjisë dhe mos konsumimin e saj, por shtimin e saj sa më shumë që ajo harxhohej. Kur bomba e parë atomike shpërtheu në vendin e testimit të Trinitetit të 38 të paralelit 33 në New Mexico në White Sands, ai ishte përgjegjës për vrasjen e mijëra japonezëve në 2 qytete afër paralelit të 33 që ishin Hiroshima dhe Nagasaki, duke përbërë atë që quhet Triniteti paralel. Do më thënë, në paralelin 33 u provua në New Mexico White Sands dhe në paralelin 33 u hodh në 2 qytetet japoneze, në Hiroshima dhe Nagasaki. Tashmë ju e dini për pasojat që ka shkaktuar dhe vdekjet e shumta që ka shkaktuar. Flasim pak për administrimin e 34 të Dwight Eisenhowerit, i cili ishte antar i Council on Foreign Relations dhe Bohemian Grove, siç u thash, të gjithë presidentët republikan me përjashtim të Trumpit, president të shekullit të 20 kanë qenë të gjithë antar të Bohemian Grove. Ai u rit si dëshmimtar i Ovajt, në fakt, dhe ka pasur si këshilltar special këshilltarin e vet Nelson Rockefeller, që dihej që ishte i konfirmuar si antar i Illuminatit, të cilin ne u treguam pak më lart foton e tij. Ai në vitin 1954, ndërsa fliste para Senatit Shtetet të Bashkuara, u mbur me besim se ne do të kemi një qeveri botërore, pavarësisht nëse na pëlqen apo jo, duke pasur ndikim nga James Paul Warburg, që ishte një agent i rëndësishëm i dinastisë Rothschild dhe një nga lojtarët kryesor në mashtrimin për krijimin e Fedit ose rezervës federale. Ai theshte që pyetja e vetme është nëse qeveria botërore do të arrihet me luftë apo me pëlqim. Në fakt, këta janë duke e realizuar tashmë. Me
luftë. Më poshtë është fotoja e Pol Warburgut, regjia ju kam dhënë shi me mustaqe, Pol Warburgu, po ja ku është Pol Warburgu. Ky është një nga njerëzit më kryesor në Shtetet e Bashkuara që shtiri në kontroll pushtetin financiar nëpërmjet krijimit të Fedit. Do flasim pak për presidentin e 35 dhe administratën e tij që ka qenë John Kennedy, presidenti i cili dihet që është vrarë në vitin 1963, ka qenë antar i CFR-s, Council on Foreign Relations, antar i kabinetit Orville Freeman, i cili është i konfirmuar si, domethënë, Orville Freeman ka qenë antar kabineti i John Kennedyt, i cili ishte antar i Illuminatit. Kemi një president jo mason në këtë rast, ose një president që humbet favorin e masonerisë dhe të Illuminatit dhe vdes ose detyrohet largohet nga detyra për të zvendësuar nga pushteti mason. Illuminati dhe udhëheqësit qeveritar zgjodhen të krijonin OKB në fillim të shekullit të kaluar dhe punuan shumë për ta vënë atë në vend. Franklin Delano Roosevelt ishte njeriu i parë në Amerikë që ndihmoi publikun amerikan ose e këshilloi që ta pranonte OKB-n. Si ai ashtu edhe nëna e tij Eleanor Roosevelti ishin globalistë të vendosur. Po kështu edhe Shirley Temple Black. Në fakt shumica e presidentëve që nga fillimi i shekullit kaluar kanë qenë ose Illuminat ose kanë rënë dakord me betim që të mbështesin qëllimet e tyre në këmbim të fondeve dhe mbështetjes së fushatës para se ata të hynin në garë. Familja Kennedy në fakt u ndëshkua sepse u përpoq të mos i bindej fjalës që kishte dhënë dhe të mos u bindej atyre. Kennedyt ishin mendimtar të lirë dhe shumë të vështirë për të kontrolluar nga Illuminati. Ja ku kemi një foto të John Kennedyt dhe të Orville Freeman, i cili është pjesë e Illuminatit në krah të djathtë dhe antar i kabinetit të John Kennedyt, i cili përpiqej ta ndikonte dhe ta kontrollonte presidentin Kennedy në favor të Illuminatit. Do të flasim pak për presidentin e 36, i cili mori mandatin pas vdekjes së vrasjes së presidentit Kennedy, dhe ky është Lyndon Johnson, i cili ishte një mason i konfirmuar dhe antar i CFR-s. Këshilltar ja ku është duke u betuar në avion një ditë mbas vdekjes bashkë me gruan e Kennedyt në krah, e cila i dha legjitimitet. Këshilltari i sigurisë kombëtare të Lyndon Johnsonit ishte McGeorge Bundy, i konfirmuar si Illuminat, i Skull and Bones, president i fondacionit Ford, antar i Council on Foreign Relations, antar i klubit Bilderberger, antar i kabinetit Orville Freeman, të konfirmuar si Illuminat. Urdhri ekzekutiv 1110 e vendosi presidentin Lyndon Johnson në Air Force One nga Dallas në Washington si president, të njëjtën ditë në fakt kur u vra presidenti Kennedy dhe në të njëjtën kohë kur Johnson u inaugurua si presidenti i ardhshëm. Urdhri ekzekutiv do t'i lejonte thesarit të SBA-s të shtypte parat e veta në vend të rezervës federale. Urdhri që ju përmenda më lart, pra krahas shtypjes nga ana e Fedit të parave, edhe thesari kishte drejt të shtypte para. Flasim për presidentin e 37 që është Richard Nixon, antar i Këshillit i CFR-s, Council on Foreign Relations, Këshillit marrëdhënieve me jashtë dhe i Bohemian Grove. Ja ku e keni Richard Nixonin gjatë kohës që ai erdhi në Shtëpinë e Bardhë. Këtu kemi Nixon nuk ka qenë mason, po kemi një president jo mason dhe një zëvendës president jo mason,
të zvendësuar nga një zvendës president mason përpara se një president jo mason të vdiste ose detyrohet të largohej nga detyra për të zvendësuar nga pushteti i masonëve. Një Hillary Clinton ere me një magji shamaniste ndihmoi në themelimin ligjor që detyroi Nixonin të jepte dorëheqjen. Pra shohim këtu se Clinton është përgatitur gjatë gjithë kohës për presidencën, si sekretare shteti dhe si kandidate për presidente. Do të flasim një çik për administratën dhe presidentin e 38 që ka qenë Gerald Ford, masoni konfirmuar dhe ja ku e keni kratë djathtë me atë librin në dorë dhe antari Council on Foreign Relations, u iniciuar në lozhën e Maltës numër 465 në 30 shtator 1949, Ford u bë inspektori mas sovran i përgjithshëm i shkallës 33 dhe antar nderi i Këshillit Suprem. Zvendës president në fakt ka qenë Nelson Rockefeller, i cili ka qenë iluminat dhe antar i Bohemian Grove. Nelson Rockefeller është personi tjetër me syze që e shihni këtu në foto. Askush nuk e din fakt sa fonde dhe truste kanë Rockefellerët, ata kanë fonde të fshehura brenda fondeve të fsheta të tjera, brenda fondeve të fsheta dhe këto. Është vlerësuar se ata kanë midis 200 apo disa 200.000 apo dhe më shumë fonde dhe fondacione. Financat e Rockefellerëve janë aq shumë të fshehura sa Nelson Rockefeller nuk u mundua që ta fshinte në fakt të tillë dhe ai ishte ndoshta njeriu më i pasur në SBA kur u bë zvendës president i Gerald Fordit. Ka histori ardhja në presidencë e Fordit, pasi një vit përpara ishte njëri i panjohur dhe një gazetë e lidhur me Illuminatin kishte shkruar që ky do të bëhej president dhe gjithë stafin e këtij e kishte renditur dhe mbasi ky u zgjodh president, Kongresi Amerikan u shqetësua kur i sollën këtë gazetë në komisionet duke bërë pyetje në njerëzit që e sollën nëse komandonte populli apo komandonte një dorë tjetër, ku e dinin këta se kush do fitonte, kush do emëroj, kush do zgjidhej dhe kush do fitonte dhe cili do të ishte kabineti. Nesa vazhdojmë me presidentin e 39 që është Jimmy Carter, antar i CFR-s ose Council on Foreign Relations, Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë. Zvendës president ka qenë Walter Mondale, ja ku e keni në foto, një kukull e Illuminatit, e Orville Freeman, e rritit satanik. Në vitin 1978, klubi i Romës i ngarkoi Cyrus Vance't, sekretarit shtetit Jimmy Carterit, të shkruante raportin global, që më vonë u quhet raporti global 2000. Ky ishte një plan drakonian për zvogluar popullsinë e botës me anë të luftrave, urisë, sëmundjeve dhe mortajave, për të cilat unë kam folur vazhdimisht, po njerëzit i marrin kështu me shaka, thon teori konspiracioni. Virusi HIV dhe epidemia e AIDS-it u bën pjesë e këtij plani për ta hedhur në populatat e pambrojtura. Ata gjithashtu ngarkuan Zbigniew Brzezinski, këshilltarin e sigurisë kombëtare të Jimmy Carterit, që me David Rockefellerin ky kishte formuar komisionin trilateral në vitin 1973 dhe u ngarkua Zbigniew Brzezinski për të shkruar librin Epoka Teknetronike. Ky është një plan rritje zero post-industriale i hartuar pjesërisht për të paralizuar industrinë amerikane në mënyrë që të na përgatiste për rendin e ri botëror. Do të flasim një çik për administrimin e presidentit 40 Ronald Reagan, që ishte antar i Bohemian Grove, ka qenë mason deri, ku e keni në foto, i
ullur në krahun e djathtë të personit që është më këmbë. Duket që është dhe ish presidenti Nixon në krahun tjetër, por edhe disa personalitete ku spikat dhe Zbigniew Brzezinski që është këtu në cepi poshtë djathtas i fotos. Këta këtu kanë dalë në këtë foto në Bohemian Grove, në pyllin Bohemian. Do të flasim çik për administratën e George Bush Plakut, senjorit, i cili ka qenë presidenti 41, masoni konfirmuar, ja ku e kini, antar i Skull and Bones, antar i Council on Foreign Relations, antar i urdhrit të rëndësishëm i Komitetit 300 dhe që është urdhri i Garterit, antar i pyllit Bohemian dhe i Komisionit Trilateral, ish drejtor i CIA-s dhe gjatë viteve 1920 Haverel Ariman Prescott Bush, që ka qenë babai i Bush Plakut, Fritz Thyssen dhe Friedrich Flick krijuan disa entitete për të ndihmuar në financimin e Hitlerit dhe për të prodhuar armët që Hitleri do të kishte nevojë për luftën e dytë botërore. Një nga këto kompani ishte Trusti Gjerman i Çelikut. Kjo kompani prodhoi 35% të pllakave metalike të Gjermanisë naziste, 22.1% të telit, të telave që përdori Gjermania naziste, industria e saj, dhe shumë gjëra të tjera thelbësore që kishte nevojë industria naziste. Pa këta burën, fakti Hitleri nuk do të kishte qenë kurrë në gjendje të niste luftën e dytë botërore. Në fakt, Hitleri ka qenë, sipas teorive të konspiracionit, nga linja e gjakut të Rothschildëve. Vazhdojmë me presidentin numër 42 që është William Clinton. Ja ku e keni mbrapa tashmë e njihni të gjithë Clintonin. Në këtë foto Clintoni është me një person tjetër të rëndësishëm që është nga familja Rothschild dhe ai është Evelyn de Rothschild Majtas, dhe në qendër me gruan e bashkëshorten e Bill Clintonit është me rroba të bardha, është gruaja e tij Hillary, por gruaja tjetër quhet Lynn Forrester de Rothschild dhe është gruaja e Evelyn de Rothschildit që ishte një nga njerëzit më të rëndësishëm në botë. William Clinton ka qenë mason i konfirmuar, studiues i Rhodes Scholarship në Britani, njeri i Deep State-it, antar i CFR-s, Komisionit Trilateral dhe grupit Bilderberg. Pas Bill Clintonit ka qëndruar një njeri që këshillonte që quhej Pam Hariman, e cila i përket grupit Collins dhe grupit satanik Hellfire Club. Gruaja e tij Hillary njihet për praktikimin e magjive shamaniste. Babai i Bill Clintonit ka qenë një mister dhe ka disa që besojnë se babai i tij vërtet është Nelson Rockefelleri, ose ish guvernatori i Arkansasit që është Winthrop Rockefeller. Kjo shpjegon në faktin pse Clinton, pavarësisht prej shumë skandaleve gjatë qeverisjes së tij, nuk është përndjekur asnjëherë nga ligji i Shtetet Bashkuara dhe nuk është burgosur. Clintonët kanë gjithashtu një miqësi të ngushtë me Rothschildët, siç duket në kjo foto. Vazhdojmë me presidentin e 43 që është administrata e George Bush Juniorit, i cili ka qenë një mason i konfirmuar dhe antar i Skull and Bones dhe CFR-s, ku e keni në foto, djali i Bush Plakut. Më 20 janar, presidenti Bush bëri deklaratën e mëposhtme si pjesë e fjalimit të tij të dytë inaugurues, kur themeluesit tanë shpallën një rend të ri të epokave. Siç bëri presidenti Roosevelt në vitin 1933, vendosi përkthimin e tij latinisht Novos Ordo Seclorum në kartmonedën e dollarit.
Administrata e Barack Obamës ka qenë administrata e 44, i cili ka qenë një kukull i Illuminatit. Ky ka pasur si kryetar të këshilltarëve ekonomik Austan Goolsbee, që i përkiste Komisionit Trilateral dhe antari Skull and Bones. Sekretarja e 67 e shtetit Hillary Clinton ka qenë antare të SFR-s dhe klubit Bilderberger. Ndërsa sekretari i shtetit, që ka qenë sekretari 68, ka qenë John Kerry, antari të SFR-s dhe antar i Skull and Bones, ose Kafkë dhe Kocka. Ndërsa James Johnson, që udhëhoqi procesin e përzgjedhjes vendas presidentit, ka qenë antar i klubit Bilderberg. Barack Obama bëri një deklaratë në OKB në vitin 2014, duke thënë, por ato janë simptomat të një problemi më të gjerë, dështimi i sistemit tonë ndërkombëtar për të mbajtur ritmin në një botë të ndërlidhur zhvillohet në Kombet e Bashkuara, deklaroi ai, dhe këto kanë një zgjidhje që duhet ta bëjnë. Ne mund të rinovojmë sistemin ndërkombëtar që ka bërë të mundur kaq shumë përparim, ose të lejojmë veten të tërhiqemi prapa nga një val e paqëndrueshmërisë. Pra, ky ka bërë thirrje për të vendosur përsëri një avancim të rendit të ri botëror. Do të flasim një çik për administratën e 45, që është administrata e Donald Trump. Ky nuk i ka përkitur asnjë shoqërie sekrete, ka pasur këshilltar të lartë, Jared Kushnerin dhe sekretarin e 70 të shtetit Mike Pompeo si antar të klubit Bilderberg të infiltruar në grupin e presidentit Trump. Trump, kur mori mandatin me flamurin amerikan, deklaroi se ne do ta thajmë krenetën në Washington DC, do ta zënësojmë atë me një qeveri të re nga dhe për popullin. Deri këtu kisha zgjedhur unë 45 president, nuk kam futur këtu Joe Bidenin, Joe Biden, që siç deklaroi këto ditë presidentit Trump në një postim në rrjetet sociale, theksoi që ai ka qenë një klon dhe ka qenë një ekzekutor në vitin 2020, dhe presidentin që ne kemi parë vazhdimisht që bënte gabime, humbiste rrugën, ka qenë një president klon i cili ka zvendësuar mbi genet dhe mbi teknologjinë artificiale ish presidentin Biden. Presidenti Trump deklaroi që Bideni ka qenë një person i mirë, por mbas vrasjes së tij, kloni i tij ka qenë një njeri jashtëzakonisht i keq. Mendoj ta mbyllim këtu duke ju rikujtuar dhe një herë subscribe, është pa lek. Nuk shpenzon as kohë, vetëm e ngre dorën kështu, pap, një klik dhe juve ju ndjek emisioni. S'keni nevojë ta ndiqni ju emisionin, sepse për çdo gjë njoftoheni me një notification. Duke dalë duke pirë kafe në mëngjes, djem pip, edhe ti thua, talet çka ka thënë Frecako, e merr, e hap dhe mëson ndonjë gjë të re nga këto që them unë. Nga unë Frecako, natën e mirë dhe miru pafshim.